Kjo është e vërtetë. Dhe kjo është një indikator që ju jeni të pas një ramje të pakthyeshme. Kjo nuk kthehet. S'ka rëndësi kjo. Si parti, ju jeni partia e tretë. Jeni partia e tretë. Ju jeni të bëni një rënje të pakthyeshme. Lutem majë në nivel që paktën prapë po që ke qenë do të vendosin herë, muaj të paktën në nivel. Me thonë s'ka rëndësi komuna. Unë po tregoj ty që jeni partia e tretë me numër të votave për asamble. Keni më pak asambleista. Kjo është ajo që mate. Të mbarë qysh kjo do me po. Unë pesho qështu. Kjo ka shumë arsye. Sepse ju e dini, për shembull, ne kemi përzgjedhur një praktikë tepër demokratike, që e kemi ditë që elektoralisht kam ndikuar te numri i asamblezëve, mirë po ka qenë vendim në shumicën ndërmuese të komunave ku bartësit listës i kemi vendosur vajzat e gratë. Ju e dini se çfarë ndikimi ka kur vetë kandidati për kryetar komune është bartës i listës. Siç ka qenë Prishtinë, për shembull, te kretë subjekte tjera opozitare, vetëm televizia vendosi ka qenë një gru bartës e listës së asamblezëve. Dhe ne kemi ditë që kjo prodhon kosto.